Aksidenti te ura e Dajlanit, 18 vjeçaria përcillet në banesën e fundit Arbër Xhaxhaj në gjendje të rëndë psikologjike. Vikena Greku, 18 vjeçaria që humbi jetën në aksidentin e rëndë të ndodhur natën e sejntes tek rruga e Dajlanit, do të përcillet sot në mesditë për në banesën e fundit në fshatin Dyshnik të Beratit. Ndërkohë, drejtuesi i automjetit që shkaktoi aksidentin fatal Arbër Xhaxhaj nga Fieri pritet të dalë sot para gjykatës për vlerësimin e arrestit dhe caktimin e masës së sigurisë. Ai ishte i dheur dhe me shpejtësi të lartë teksa drejtonte automjetin tip BMW X5 në drejtimin Tiranë-Durrës. Mjeti theu barierat mbrojtëse dhe përfundoi shumë metra më tutje në një hapësirë për tregtimin e luleve. Si pasojë e aksidentit humbi jetën 18 vjeçaria Greku, ndërsa u dëmtua lehtë Xhaxhaj dhe 2 këmbësor. Në gjendje të rëndë psikologjike, Xhaxhaj i prangosur ka mbritur në gjykatën e Durrësit ku do të zhvillohet seanca për masën e sigurisë ndaj tij.